Ju përshëndes, takohemi në emisionin Box to Box, nuk do të bëj një hyrje gjatë, pa diskutimi jemi në fushat zgjedhore dhe ajo çfarë merr vëmendje dhe ka rëndësi dhe peshën e saj pa diskutim janë programet elektorale. Pa humbur kohë, dua t'i uroj mirëseardhjen, kam kënaqësinë që ta kem në studio për herë të parë, zonjën Julinda Dhamo, kandidate e Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Përshëndetje dhe mirëseardhje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nuk bëra një hyrje gjatë sepse ndoshta ajo hyrje që mund të bëja nuk do ishte ndoshta ajo hyrja tipike që unë do kisha dashur të bëja, sepse do doja ta transferoja krahas programit tek ju si një individ. Edhe teksa po flisnim edhe paraprakisht, mënyra se si jeni shfaqur në publik, pra aq sa ke jeni e njohur, aq edhe keni ruajtur një lloj, le të themi, profili deri apo jeni shfaqur deri aty ku ju keni dashur të shfaqeni, megjithatë njiheni nga qytetarët. Përpara se të ndalemi ndoshta edhe në pika konkrete të programit, si në vija të përgjithshme, si e gjen maxhorancën këto zgjedhja që pritet mbahen në 11 maj? E dashur, unë doja të sqaroja pak që vërtet janë për herë të parë kandidate për deputete për Partinë Socialiste në këto zgjedhje, por unë kam vite që punoj në Partinë Socialiste, kam vite që angazhohem, e njoh shumë mirë terrenin, sidomos në qytetin e Tiranës, në qarkun e Tiranës, por gjithashtu më ka ndihmuar dhe puna që kam bërë në bashki prej 10 vitesh, që të kuptoj çfarë duan njerëzit. Edhe unë kam ardhur me një qasje tjetër në këtë fushat, kam ardhur me atë qasjen e vërtet, që çfarë duan njerëzit, çfarë kemi bërë deri tani, si nëse jemi përballur se edhe me kritika duhet përballesh, po edhe me premtimet, ato që thua duhet i mendosh mirë. Kështu që unë vi me një eksperiencë, pavarësisht se sot jam kandidate dhe patjetër përputhen nevojat, ajo çfarë duan qytetarët me ofertën politike të Partisë Socialiste dhe ofertën tuaj për këto zgjedhje? Patjetër, atëherë oferta politike është oferta më e lartë që unë kam lexuar ose njoh gjatë gjithë këtyre viteve që punoj edhe si pjesë e qeverisë shqiptare, e qeverisë socialiste, dhe normalisht situata po vjen edhe po përmirësohet. Dhe më vjen mirë që jam pjesë e kësaj force, dhe pse, domethënë se ti gjatë rrugës edhe mund të pendohesh në njëherë që kam përgabim, ose pse vazhdoj të jem këtu, ose prej nevojës, po jo, unë jam shumë e bindur që sot jam pjesë e Partisë Socialiste dhe kandidate e Partisë Socialiste. Dhe jam shumë e lumtur, themi, për qytetin, për Shqipërinë, që po ecën në një rrugë të duhur. A ka probleme? Patjetër që ka, dhe unë mendoj kush punon, patjetër që ka probleme, patjetër që bën gabime, dhe jemi në përmirësim. Edhe kjo për mua është një vërtet që nuk mbulohet me asgjë. Mirë, por ka një moment shumë të rëndësishëm që ju e cekët, është përballja me qytetarin. Pra, në 12 vite pushtet, Partia Socialiste vjen dhe kërkon një mandat të katërt, që në historinë e pluralizmit në Shqipëri dihet që përgjithsisht jetëgjatësia e qeverive ka qenë maksimumi 3 mandate, mos gaboj, por 2 mandat me radhë. 2, as 3 nuk i kemi arritur. 3 kemi arritur ne, tani do arrim të 4. Po, ky është rasti i edhe është rekordi i dytë. Ky është rasti i parë. Megjithatë, kur një parti politike vjen pas 3 mandatesh, ai momenti që ka rëndësi është në momentin pra që i kërkohet vota qytetarit për një mandat të katërt. Dhe ajo përballja me atë çfarë është bërë në këto 12 vite dhe atë çfarë pritet të bëhet. Nëse e kemi një bilanc, pra cilat do të ishin, le të themi, ato arritjet, ndoshta nuk do arrinim në 20 minuta intervistë që ne të rëndisnim çdo arritje të bërë. Kemi dy lloje. Por unë dua nga bisedat që ju bëni, sepse keni nisur edhe fushatën, takimet në terren me qytetarët, nga bisedat që ju bëni, çfarë shpalosni para tyre, si duke cilësuar si arritje? Atëherë unë po të tregoj më mirë fushatën time. Sepse fushata ime është shumë personale dhe pse përfaqësoj edhe Partinë Socialiste. Fushata ime përshtatet shumë me programin qeverisës për mandatin e 4 dhe programi qeverisës për mandatin e 4 është
një vazhdim e programit për të mandatit të tretë. Do më thënë, nuk nis puna nga zero. Por, aty në teren është pak ndryshe, sepse jo të gjithë e kuptojnë integrimin në BE, jo të gjithë e kuptojnë pse është kaq i rëndësishëm për Shqipërinë, edhe pse ne duam mandatin e 4 më të fortë se ai i tretë. Por, mos harrojmë një gjë që me hyrjen në BE, dhe po flasim për një proces që gjykohemi nga negociatorët, nuk jemi një proces që e themi ne si qeveri që jemi mirë me standardin, po ndërkohë jemi të testuar nga Bashkimi Evropian. Dhe ne kemi arritur një standard, dhe jemi këtu në këtë pikë. Jemi këtu për para këtij mandatit ka, që është më i rëndësishme për vazhdimin e standardeve, që kemi arritur në të gjitha fushat. Dhe unë mund të rendis ato që njohë më mirë, që është fusha e turizmit, fusha e mjedisit, fusha e të rinjve sidomos, që themi që të rinjt nuk kanë mundësi, apo që të rinjt do shkojnë jashtë, ikin edhe nuk thënë, ma nuk është e vërtet, kjo gjë dhe duja shpjegoj edhe më vonë, po ndërkohë flasim për sportin, që janë bërë gjitha to, është përmirësuar terrenet sportive, po janë shtuar edhe të rinj që duan të bëjnë sport. Po flasim për sportin amator, po flasim për sportin masiv, po flasim për sportin profesionist, që kjo qeveri e ka çuar përpara. Edhe po flas për standarde. Kështu që unë në atjet e ai njeriu i thjesht, përballem edhe me pa, e keni mbajtur premtimin që na dhatë para 4 vitesh? Po, edhe ky është një moment shumë i rëndësishëm. Pra, ky është një moment shumë i rëndësishëm për ballje, sepse nuk është vetëm ajo çfarë është bërë, sepse mund të jetë realizuar një pjesë e premtimeve të bëra, por në këtë moment ballafaqimi, le të themi, ku kërkohet besimi i qytetarëve sërish, është shumë e rëndësishme edhe të mbahet përgjegjësi mbi ato që mund të konsiderohen premtime të paralizuara. Ku është meraku? Meraku është të premtimet bazike. Bazike. Po, që janë rrugët, që është pastërtia, që janë dritat, që është uji, ato që i prek familjet, po janë shërbimet është dhe mirëqenia. Sepse ka ndryshuar që shumë gjëra dhe ne, një pjesë e mirë e qytetarëve, jam mësuar me atë që nuk e kam pasur përpara, po e kanë tani. Që do të thotë, për shembull këto shërbime digjitale që kemi janë futur rishtas nga akshi, dikur rinim në përradhe në për njësitë administrative. Edhe ndërkohë sot i merr me një klik te e-Albania. Janë shumë shërbime që janë bërë shumë të kollajshme. Dhe jeta ato është bërë kollajshme. Sot vetëm bankat janë me radhë. Nuk ka më, nëse nuk e gjithmonë një kartë, ndërkohë nuk ka më radha, që ne nga radhat kemi vuajtur gjithë. Do me thonë, unë e para shpjegoj atë që besoj, realisht. Edhe shpjegoj edhe atë që premtoj vetë personalisht, duke u nisur dhe nga CV-ja. Duke u nisur dhe nga CV-ja ime. Që bëhet me Partinë Socialiste në këtë rast, por ka edhe një kontratë që bëhet me individin. Po. Dhe shkoj te njerëzit edhe që më njohin, edhe që kam pas bashkëpunim. Për shembull, unë kam punuar shumë me sportistët, kam punuar shumë me të rinjt, kam punuar shumë me artën dhe kulturën me artistët, kam punuar për mjedisin me organizata, kam punuar për turizëm, shoqata turistike. Dhe unë kam çfarë ju them. Edhe kam çfarë tregoj, edhe sigurisht jam e kuptueshme edhe besueshme. Është kjo arsyeja që ju prioritizoni në një farë mënyre këta sektorë dhe i konsideroni armën tuaj, pra sektorin e turizmit, sportit, të rinjt, mjedisin? Po, unë mendoj që pse duhet bëjmë të gjithë sikur i dim të gjitha. Është më mirë, patjetër, disa gjëra duhet i dim dhe janë shumë të rëndësishme. Po është më mirë të flasësh me kompetencë për atë që di të bësh. Dhe unë vi nga një punë praktike që kam punuar realisht dhe di shumë mirë se vështirë është, nuk bëhet asgjë me shkop magjik, nuk bëhet asgjë për një vit. Na u ka dashur 10 vjet që të ndryshojmë faqen e Tiranës, po dhe të Shqipërisë. Po të shohësh rilindjen urbane nëse themi turizëm. Është rritur turizmi, po si do rritej turizmi pa u rregulluar qytetet, pa u rregulluar rrugët, pa u rregulluar mjedisi, pa u rregulluar transporti, do të thënë ne, pa u rregulluar, pa u shtuar aeroportet. Do të thënë këto janë, se ne i themi kemi, po janë bërë në këtë mandat, ose sporti, pa pasur stadiume, pa pasur palestra, pa pasur hapësira sportive, që sot i kemi,
Se unë mbaj mend të rinin time, mbaj mend edhe vuajt që kemi pasur, po nuk duhen haruar dhe duhen kujtuar. Fëmijët tanë kanë pothuajse gati të gjitha dhe më vjen mirë që përballen me të rinj dhe kërkojnë për shembull për hapësirat sportive që i ka lëvizur pak tapeti barit apo ka probleme jo roja, jo gjëra të tilla. Dhe shumë mirë që jemi në këtë standard. Tani do më lejoni vetëm një koment, sepse për te gjithave vlerësoj faktin që ndryshe nga çdo model dhe në mënyrë klishe që mund të paraqitet, zhvisheni totalisht nga profili i një kandidati që kërkon të di të bëj politikën shumë dimensionale etj, por qëndroni në atë zonën tuaj të komfortit, tek ajo që zotroni edhe duke njohur ato çfarë kanë shkuar keq, ato që kanë shkuar mirë dhe ato që kanë nevojë për përmirësim, se edhe kjo është shumë e rëndësishme në atë proces reflektimi që më shumti duhet të ndodhë, sidomos kur jemi përpara proceseve zgjedhore, që është ky momenti kur vjesh dhe je përballë qytetarëve. Megjithatë, ajo çfarë gjithmonë më ka bërë përshtypje, ndoshta mua dhe shumë qytetarë tjerë, është që shpesh qeverit priren që kur bëjnë analiza dhe në një farë mënyre maten mbi arritjet që kanë shënjuar, ajo që shërben si indikator dhe si standard është duke u krahasuar me qeveritë e mëparshme. E ka pasur edhe majoranca, pra Partia Socialiste, këtë tendencë për të bërë krahasime me qeverinë e mëparshme. Por është momenti që tani i gjithë ky pra metri mbi cilën duhet të bëhet edhe duhet të vendosen standardet e reja edhe të dizenjohet rruga e re ku duhet shkoj Shqipëria, ku duhet kaloj progresi i Shqipërisë, mbi ato çfarë janë bërë përgjatë qeverisjes nga Partia Socialiste, pra që ne sot në 2025 mos përballemi më me thënie dhe shprehje të tipit që ne kemi arritur të sigurojmë X vende pune, ndërkohë që përpara 2013-s ishin kaq. Ne kemi arritur të bëjmë kaq leje legalizimi, ndërkohë që para 2013-s ishin kaq, sepse pas 12 vitesh në pushtet, çfarë do bësh më mirë? Po mos harrojmë një gjë, çështja është që si procesi ka drastës nuk duhet të themi pas 2013-s, por të mendojmë çfarë është bërë në këto 12 vite, për të përcaktuar se çfarë do të bëhet në mandatin e katërt që kërkohet. Atë thash dhe më përpara, por nëse i referohemi programit, ne kemi një program vazhdimi. Një program jo premtime. Cilat janë pikat e forta të këtij programi? Një program pune që të bësh që ke arritur të bësh 1000 kilometër rrugë, apo të kesh digitalizuar kadastrën, apo të kesh bërë reformat ndryshme, reforma territoriale, këto kërkojnë vite. Dhe mendoj që sigurisht që krahasojmë, ne bëjmë krahasimin me veten derisa arrim nxjerrim programin ton, po ndërkohë bëjmë krahasimin edhe me atë që mendojmë që kemi përballë. Kështu që unë nuk e shoh një problem krahasimin me domethënë nga 2013 dhe këtej, sepse të gjitha punët kërkojnë vite të bëhen. Nuk është kush punon, e di shumë mirë sa e vështirë është të bësh një proces dhe ta bësh mirë, dhe ta bësh në rregull, dhe mos kesh kthim mbrapa. Do me thënë nuk e shoh si një problem këtë gjë, po e shoh kush është risia. Cilat janë pikat e forta të programit të Partisë Socialiste? Pika më e fortë e programit është që kërkon një mandat të katërt. Është pasaporta europiane, atë që ne i ofrojmë qytetarëve shqiptar, dhe nuk është ajo thjesht ti nuk je më në radhë. Patjetër dhe kjo është një torturë, është pasaport dinjiteti. Nuk është një pasaport kalimi, nuk është një leje kalimi, po është një leje qëndrimi. Nëse ti do jesh qytetar me të drejta dhe detyrime të barabarta me qytetarët e Europës. Është pasaporta e dinjitetit. Ajo që na ka ndjekur si inferioritet gjatë gjithë jetës tonë. Edhe i mbajmë mend të mirë edhe vazhdojmë të ndihemi keq, sidomos kur shkojmë jashtë, apo kur çojmë fëmijët për shembull për shkollë, që ti do paguash të tjera tarifa, po ndërkohë të quhen për shembull në Itali ekstrakomunitar, ndërkohë je qytetar evropian, edhe mendoj që është një plus, jo mendoj, po është plus. Dhe prandaj ne e duam mandatin e katërt, dhe prandaj ne e duam mandatin e katërt më të fortë se të tretin.
sepse po japim dinjitet Shqipërisë. Dhe si që thash, mendoni që kjo i atribuohet por kjo është standard, por ky është standard. Ky është standard. Nuk të pranon njeri në Europë pa kryer ato proceset e negociatave. Edhe pa kryer ato punët. E shini këtë produkt të kësaj qeverie apo të kontekstit dhe patjetër të kësaj qeverie, të kësaj administrate, patjetër të Partisë Socialiste dhe patjetër të kryeministit Edi Rama. E kuptojnë qytetarët një gjë tillë, sepse ne po diskutojmë dhe a mjafton pasaporta evropiane për një mandat të katërt? Po qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë patjetër e kuptojnë sepse e shohin ndryshimin. Shohin ndryshimin çdo ditë. A është e mjaftueshme? Jo, nuk është e mjaftueshme. Do vazhdojmë të punojmë për rritjen e standardit dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. A japim ne mundësi njerëzve, qytetarëve, atyre që janë në zonat rurale, a japim mundësi punësimi, kjo është e rëndësishme. Dhe unë mendoj që jemi në rrugën e dur. Po, e kemi bërë, po e bëjmë dhe do ta bëjmë. Prandaj njerëzit që janë zgjedhur sot kandidat për deputet, mendoj që janë nga Partia Socialiste në listat e hapura, po qoftë edhe të mbyllura, janë disa njerëz që janë modele të qytetarëve të ndryshëm. Kështu që jam shumë e lumtur për këtë listë dhe shumë e nderuar për veten time, nuk diskutohet që çdo kush mund ta gjejë veten atje, qoftë edhe njëri, qoftë edhe një që beson në një çështje tjetër, më të vjetrit e Partisë Socialiste, qoftë ata të rinj fare që janë edhe votues për herë të parë. Qoftë shoqërisë civile, apo qoftë si unë që vim nga tereni. Besoni do t'ju pyes për votën e të rinjve, sepse duke qenë se është një sektor që, ose le themi një kategori, të cilës ju zotoheni që do të keni në konsiderat dhe në fokus të punës tuaj nëse mandatoheni pra si deputete. Kujtoj që në zgjedhjet lokale, meqense është treguesi më i freskët që kemi sa i takon pjesëmarrjes qytetarëve në procesin e votimit, kishte një numër të ndjeshëm të ulët të atyre që votonin për herë të parë dhe që merrnin pjesë në votime. Në një farë mënyrë dhe kjo nuk kuptohet dhe nuk interpretohet si një sinjal i mirë. Gjykoni që do të jetë dhe do të kenë të rinjt interes për të votuar në këto zgjedhje, për ta shprehur vullnetin e tyre? Unë nuk kam ndjeni për atëre, po e marrë të mirë. Ka qenë në një nivel të ullët pjesëmarrja atyre të cilët ishin votues për herë të parë, ndoshta me shifra nuk di ta them tani. E besoj sepse e shoh që të rinjt ka nevojë t'i takosh. Të rinjt duhet t'i takosh. Të rinjt nuk janë ata që shpesh quhen që se kanë mendjen te politika apo s'u intereson politika, përkundrazi. Unë mendoj që po të shpjegohet të rinjve se çfarë fitojnë nëse votojnë, atëherë jam e bindur që do të votojnë dhe do jetë numri më i lartë. Dhe ne jemi të fokusuar te është fokusi te kjo kategori në mënyrë që të zgjojë interesin e të rinjt që votojnë për herë të parë, po dhe të rinjt e tjerë, që duken sikur nuk i intereson shumë politika. Por politika këtë herë duhet edhe që unë mendoj që duhet jetë një plus është informimit për të rinjt. Mundësit, për shembull që kemi pas në Tiranë për të rinjt, fonde, mbështetje idesh, startupe, projekte të huaja që japin fonde, kanë qenë të shumta. Kush ka qenë problemi, ka qenë informimi. Mendoj ose orientimi, që duhet patjetër të hapesh një faqe që të shkosh dhe ta kuptosh. Dhe unë mendoj që me këtë do merrem shumë këtë herë, sepse unë sa herë ulem me të rinjt dhe i shpjegoj pse, si duhet punojnë, pse duhet kërkojnë, kush është ai research ajo kërkimi që duhet të bëjnë në internet, ku duhet shkojnë, ku duhet arrin, çfarë i pëlqen të bëhen, si arrin deri te praktika, nga ideja te praktika, çfarë rrugë duhet ndjekin. Dhe mendoj që duhet ketë një këshillim karriere, një këshillim pune patjetër që është e nevojshme dhe nuk duhet të jetë vetëm, nuk duhet të ngelet vetëm nga shoqëria civile, po sidomos nga qeveria një vëmendje e veçantë. Është bërë politik bërë. Po, patjetër. Sa i takon po ashtu sferave tjera të cilat do të jenë prioritet, duam të kuptojmë pak edhe në një farë mënyrë angazhimin tuaj në drejtim të tyre, qoftë të turizmit, duke qenë se Shqipëria në 3 vitet e fundit është përballur me një numër të lartë vizitorësh,
turistësh që kanë impaktuar edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Jo vetëm për turizmin, ju keni po ashtu vënë në krye të listës si fokus edhe vëmendje edhe çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin, si edhe çështje që kanë të bëjnë pra krahas sportit, turizmit të rinjve, edhe çështjet e mjedisit. Besoj se këto ishin prioritetet, edhe unë nuk dua të lë asnjë nga këto prioritete, se në një farë mënyre shënjojnë gjithë ofertën që ju keni në këto zgjedhje. Atëherë, në programin e Partisë Socialiste, e rëndësishme është infrastruktura. Pa infrastrukturë nuk ka turizëm. Infrastrukturë detare, ujore, rrugore, pa tjetër, edhe do kemi edhe hekurudhat e para. Kjo është pika e më rëndësishme. Kështu që qeveria punon për atë bazën që është themeli i turizmit. Dhe me rilindjen urbane të qyteteve, qytetet kanë filluar të marrin një pamje mos e normale në krahasim me qytetet e tjera europiane. Edhe mendoj që me ndërtimet e reja, që janë bërë në Tiranë, edhe që kanë arkitekturë të ndryshme nga njëra tjetra, mendoj që jep Tiranës... Që kanë gjallur edhe jo pak debate, duhet thënë. Por aman, i kanë dhënë edhe volumi lejeve dhëna, edhe... I ka dhënë Tiranës një pamje, unë nuk e shoh kështu sepse kërkesa është shumë e lartë, dhe unë e shoh si një plus këtë qasje ndryshe të imazhit të Tiranës, edhe është qasje moderne. Por nëse kthehemi disa vite më parë kur ka marrë mandatin... Po kthehemi në një metropol europian. Ishte zotimi për moratorium lejesh, madje u vendos 2 vite në mos gaboj aso kohe, pas mandatit marrë nga kryebashkiaku. Po në momentin që ti ke kërkesën ofertë, çfarë duhet bëhet? Domethënë ti nuk e ndalon një privat që të zhvilloj pronën e tij. Një. E dyta, zhvillimi urban patjetër që duhet të ketë disa kritere dhe ka disa kritere në krahasim edhe duke pasur parasysh edhe pak edhe qëndrueshmërinë mjedisore. Kanë qenë në përputhje këto në... Po flas për pjesën edhe të turizmit, që ne themi turizmi, patjetër turizmi, po turizmi, se unë kam bërë një aktivitet ka 20 vite, që unë nuk gjeja hotele dhe shtretër në përqytete, megjithëse sillja nga 200-300 të huaj, dhe në një ditë nuk flije dot, në një natë nuk flije dot në një qytet. Shkodra, Vlora, Korça, Saranda, të gjithë qytetet kanë kapacitete të mjaftueshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, ti nuk mund të ofrosh kushte për turizmin, nga ana tjetër nuk e standard dhe në shërbim, dhe në hoteleri, që kemi parë që yjet e hoteleve viheshin personalisht, ose me parti, ndërkohë tani kemi standarde, kemi emra, kemi brende, apo shërbimi, që është shumë i rëndësishëm. Te pjesa e shërbimit, besoj është fakt që ne jemi përballur, siç jemi përballur me një fluks të shtuar, jemi përballur edhe me mungesë të fuqisë punëtore, që shpesh është zgjidhur duke importuar punonjës nga vendet e Azisë. Nuk është kështu, sepse në kohën e turizmit, në kohën e sezonit, në kohën e sezonit, unë shoh që ikin nga Tirana edhe shkojnë në përgjithë vijën bregtetare, po qoftë edhe në përmale, në për zonat rurale, ku ka agroturizëm, kur ka bujtina, edhe ka një lëvizje të të rinjve, edhe të fuqisë punëtore nga një qytet në qytetin tjetër. Këto që vinë nga jashtë, këto është shumë minimalista. Edhe unë kam parë që vinë dhe të rinj shqiptarë nga jashtë dhe punojnë në sezon. Por ajo që në një farë mënyre shkakton pasiguri dhe e bën të paqëndrueshëm këtë treg pune është fakti që janë të punësuar për një periudhë të caktuar aq sa zgjat edhe sezoni turistik. Po nuk është kështu e dashur, ta them unë edhe këtë, se kam dieni shumë. Atëherë sezoni turistik për shumë vitesh ishte vetëm 45 ditë. Sot është 4 muaj. Është 4 muaj. Po. Mendohet mos dilim tek teza e një turizëm gjithëvjetor. Që hotelet janë të zëna, ka 365 ditë që ka biznese, ka aktivitete, ka konferenca. Flasim për zonat bregdetare. Po, pra, po. Zonat bregdetare nuk e kanë këtë. Jo, sigurisht, po e ka bërë shëritur sezoni turistik. 6 muaj. Po, për nuk është pak. Tjetër e vitit, ideja ishte, me qëse është artikuluar dhe nga opozita për t'i ardhur në ndihmë. Nuk është pak deri sot, ndërkohë do vazhdojmë.
për t'i ardhur në ndihmë këtyre bizneseve dhe punonjësve të tyre, në mënyrë që të mos shpërblehen vetëm për atë periudhë që janë të punësuar, kanë një pagë që mund t'jetë konsiderueshme për gjatë 6 muajve, por t'ju sigurohet puna edhe për pjesën tjetër të vitit, pra pjesën e mbetur, sepse kjo do t'ishte një ndihmë për vetë punonjësi, nga ana tjetër një ndihmë edhe për biznesin, sepse do t'a kishte të garantuar punonjësit dhe nuk do duhej që çdo sezon edhe vit pas vitit të kishte punonjës të tjerë, sepse edhe fakti, pra nëse ndryshojnë punonjësit, ka edhe kosto për vetë biznesin, sepse do duhet që ti trajnoj, kualifikoj e kështu me radhë. Pra, një staf i qëndrueshëm, pa diskutim, është efektiv edhe për vetë biznesin. Shkollat profesionale janë një Ka politika në këtë drejtim, meqense ju e mbështesni. Shkollat profesionale është një nga pikat më të forta për të rinjt për këtë mandat. Është shumë e rëndësishme, sepse vend e punë ka. Vend e punë ka, por nuk mund të jenë të gjithë as jurist, as ekonomist, shumë mirë, mund të ketë edhe kuzhinier, apo guid, apo ka profesione pa fund sot të reja që mundet të shkojnë të rinjt, mjafton do të të kenë dëshirë. Do të ketë politika për bizneset, për punonjësit e tyre? Mendoj që po. Edhe siç po krijohet klima që bizneset të kenë punë, edhe unë kam qenë një nga njerëzit e parë që kam besuar te turizmi, në 2013 kam qenë drejtoreshe përgjithshme për Agjencinë Kombëtare e Turizmit. Dhe ju vërtet e thoni që mos u krahasoni me më përpara, po ju them vetëm një fakt. Unë merresha atëherë me promovimin e Shqipërisë, siç merret Agjencia Kombëtare e Turizmit sot. Në promovimin e Shqipërisë. Dhe gjëja e parë që bëra është që futa në Shqipëri një politikë ndryshe. Atë të cjellurit të gazetarëve të huaj në Shqipëri, ta shifnin vetë me sytë e tyre Shqipërinë dhe të promovonin atë që shihnin. Por ç'a ndodhte? Nga kalimi dhe bëra një tur që quhet Fam Tour, Familiarization Tour, dhe i çoja nga një qytet në një qytetin tjetër natën, që mos shihnin mbeturinat në rrugë, që të them të drejtën akoma sot lë për dëshiruar, edhe përsëri mentaliteti është akoma jo aty ku duhet, por ka ndryshuar shumë. Dhe torturën që kam pasur me gazetarët e huaj, jo, po të them si ishte situata, dhe unë po të them që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Dhe nis me 2013, sepse unë kam punuar në atë kohë dhe disa e vështirë ka qenë ta promovosh Shqipërinë në atë kohë. Unë me garat që kam bërë, garat e rellit që kam bërë në Shqipëri, kam promovuar Shqipërinë në çdo skut, kam promovuar shqiptarët në çdo vend, ata që nuk njiheshin, se njiheshin vetëm nëpër qytete, jo, aty sipër, nëpër male, ka njerëz të jashtëzakonshëm, me histori të jashtëzakonshme jete, apo ushqimet, apo mënyra e gatimit. Dhe por për të shkuar nga qyteti atje ka qenë një vështirësi e jashtëzakonshme. Kështu që Shqipëria ka një ndryshim shumë të mirë, edhe shumë pozitiv. Dhe unë mendoj me që kemi qenë me këtë mundësi që në fillim, mendoj që do vazhdoj kështu. Edhe do vazhdoj kështu, me Partinë Socialiste, edhe me qeverinë e Edi Ramës. Le të shpresojmë për një Shqipëri më të zhvilluar, pse jo, edhe për një turizëm më të qëndrueshëm, meqense ishim duke folur për sektorin e turizmit. Unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi t'ju kisha, ju uroj shumë suksese në këtë fushat, dhe shpresoj të takohemi. Dhe t'ju kem në studio, ndoshta edhe pas zgjedhjeve, pse jo. Faleminderit. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.